Selam aleikum hoxh. A pranohet agjërimi pa namaz? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Nëse agjeron Ramazanin, ke kryer një shtyllë të Islamit. Falja e namazit është një shtyllë tjetër e Islamit. Pranohet inshallah agjerimi, ama falë namazin. Se namazi është më i lehtë se agjerimi. Është puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit. Dhe ne jemi në ditët e fundit të Ramazanit. Allahu i lartësuar liron njerëz nga zjarri i xhehenemit çdo natë prej netëve të Ramazanit. Unë këshilloj çdo njërin që ta bëjë një hap drejt Zotit gjithësisë. Pra, nëse nuk e fal namazin, ta filloj ta fal namazin. Ku i dihet, ndoshta ky vendim që merr në jetën tënde bëhet shkak që Allahu i lartësuar me të fut në listën e atyre njerëzve që i liron prej zjarrit të xhehenemit, të përfshin Zoti i gjithësisë, të fut pra Zoti i gjithësisë në mëshirën e tij. Kështu që falja e namazit është një shtyllë prej shtyllave të Islamit dhe është shtylla e dytë, shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. Ama nëse një njeri agjeron, pra dhe akoma nuk ja ka lidh me fal namazin, pranohet inshallah agjerimi, por namazin duhet me fal. Puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit. Kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti.